Rrjeti tenderave të VMRO-DPMNE-s po zgjerohet, kështu ka deklaruar zëdhënësia e LSDM-s Bogdanka Kuzecka, e cila tha se kompania Mastef Doel Shkup ka fituar tender në vlerë të mbi 4 milion euro nga komunat ku udhëhiqen nga kuadrat të VMRO-DPMNE-s. E njëjta kompani në komunat e udhëhequra nga kryetarët e DPMNE-s dhe në institucione merr shuma milionëshe nga tenderët dhe më së shpeshti shfaqet si ofertuesi vetëm. Bëhet fjalë për një kompani tjetër të favorizuar nga qeveria, Mastef Doel Shkup. Përmes disa kompanive dhe institucioneve, kjo kompani në 3 vitet e fundit ka fituar tender mbi 4 milion euro. Kjo kompani, sipas Kuzeckës, është kompania më e preferuara e kryetarëve të komunave të Kisellavodës, Aerodromit dhe Negotinës. Në komunën e Kisellavodës, ku kryetar është Orse Gjorgjevski nga DPMNE, për periudhën 2022-2024, kjo kompani ka fituar tender në vlerë prej 1.7 milion eurosh nga komuna e Aerodromit, edhe në kohën kur kryetari ishte Tim Çomucunski, po kjo kompani ka marrë tender. Gjëgjësisht, ka lidhur kontrata në vlerë prej gati 1 milion euro në komunën e Negotinës, ku kryetar është Sojanov nga DPMNE, 400.000 euro. Sipas zëdhënësës së partisë opozitare, e njëjta kompani ka fituar tender edhe në Ministrinë e Sportit e rreth 1 milion euro, ndaj nga LSDM kërkojnë që Prokuroria Themelore Publike të reagojë më njëherë për këto raste. Kuzecka tha gjithashtu se duhet të ketë një përgjigje institucionale ndaj këtyre skandaleve të mëdha që përfshin rrjetet e tendereve.